Vetë kushtetuta jonë ja jep të drejtën fituesit të zgjedhjeve ta bëj propozimin e kryetarit. Kjo nuk hasi në mirëkuptim, siç e dini ju, të subjekteve të tjera opozitare dhe pikërisht çështja e tyre ishte bllokuese. Ja po më tregoni a ka situatë më e pahishme ku ata na i zgjedhin neve kryetarin e na hym me avçit një listë atyne për kënë kanë ata nën kryetar. Kjo është definitivisht e pa imagjinueshme me ndodhën Republikën tonë. E para, lëvizjave të vendosit gjithmonë ka vlerësuar dhe ka theksuar që nëse partitë opozitare e bllokojnë kryetarin e kuvendit në këtë mënyrë, ne kemi thënë që i njëjti reciprocitet mund të aplikohet edhe për nënkryetarët e kuvendit dhe kështu nuk shkojmë askund. Kështu bllokohet, kjo është çështje bllokuese. Të vendosim të gjithë në pako dhe t'i votojmë duke mos ju përzier njëri tjetrit në emnat që t'i propozojmë. Pra nëse hyhet në rrugën e bllokimit, që pa konsenzus nuk ka asnjë konstituent të kuvendit, atëherë duhet ta dini, ka thënë gjykata kushtetuese, duhet ta dini që kjo nuk mund të bëhet njanshëm vetëm për kryetarin. Obligimi për të përfunduar konstituimin e kuvendit është obligimi të gjithë deputetëve të Republikës Kosovës. Nuk duhet ta harroni ju ftesa 2 herë me radhë e kryetarit tonë që të takoheshin dhe të bisedonin shtruar sa i përket krijimit të konsenzusit, edhe këtë që vetë gjykata kushtetuese e kërkoi. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti sapo i ftoi në takim nesër kryetarët e subjekteve politike, ashtu që të bëhet edhe një përpjekje e re. Gjykata nuk ka gjetur asnjë shkelje sa i përket votimit të fshehtë. Dhe zoti Dehari, duke e pa që kjo metodë nuk funksionon, e ka provu metodën tjetër e cila gjykata kushtetuese thotë është plotësisht në përputhje me kushtetutën tonë, që është votimi i fshehur. Po ata në çdo rast duhet të votojnë. Për shembull edhe kur ishte rasti i mandatit verifikimeve, apo ju kujtohet, edhe në atë rast ata duhet të votonin. Dhe e kuptuan ma vonë që duhet votonin, edhe përmirësuan atë. Pa e njëjtën jemi atë votimi i fshehtë. Nuk mund të lirohen nga të vepruarit kështu, thotë gjykata. Nuk mund të lirohen nga të vepruarit kështu. Çdo propozim që ne e kemi dhënë, në asnjë fjalë shprehimisht gjykata kushtetuese nuk e ka shpall antikushtetues.